Me mbrëma shikues të Radio Televizionit Kosovës, miqtë e emisionit në za, po takohemi në një edicion të ri të emisionit tonë. Sonte kam kënaqësinë e veçantë që nga Tetova na vjen djali i cili është senzacion i kohës. Edhe maljet i kishim i kisha shty për ty, edhe maljet është kënga e cila është bë viral gjithandej nga Relind Alimani. Me Relindit do të flasim jo vetëm për projektin e tij të fundit, por do të flasim edhe për karrierën e tij në përgjithësi. Rubrika 7 sonte është rezervuar për një tjetër artist, po më shumë peshë dhe vlerë që ka dhënë për artin dhe kulturën shqiptare në përgjithësi. Të ftuar për t'ju përgjigjur 7 pyetjeve tona e kam Besnik Rajshevcin, solisti i parë i ansamblit Shota. Si do t'ju përgjigjesh 7 pyetjeve tona, do e kuptojmë gjatë minutave në vazhdim. Mirë po tani është momenti për këngën e cila është bërë virale gjithandej. Këngë që dëgjohet nga të gjithë pa përjashtim. Me mua në studio vetëm pas pak Relind Alimani. Kthehemi dhe flasim me ta. Miqtemi të dashur, e thash edhe në prezantim në hyrje të emisionit, realisht kam kënaqësinë e veçantë që sonte të ftuar ta kem në studio artistin momentalisht më të klikuar dhe më viral të kohës. Një zë fantastik, gjithandej në TikTok na shfaqet kënga Edhe Maljet. Edhe Maljet i kishim shty, e nga Tetova në ka ardhur Relind Alimani. Relind, përshëndetje. Përshëndetje. Qysh je? Mirë valla. Me punë, s'po thom i lot se kanë me thonë ose ne për i ribe, shaj lot. Ta kam zohar një historie para prakisht. Po. Para se më fut studio. Tregomë qysh të përjeton këtë sukses. Të them drejtën, jam shumë jo excited. Okej. Thjesht i them vetes nuk është asgjë, duhet të punojmë. Projekte tjera, të radhës, të mundohemi edhe më mirë, se normal tash kompozimi kur rrjedh prej mbrenda është ndryshe, dhe ndryshe kur marrish ata bën një këngë. Edhe shpresoj që do me thonë jem të ndjej veten të thjesht si me bën një këngë si këngë të tjera që i kam. Para se me tregu për publikun që po na ndjekin, për shikuesit e Radio Televizionit Kosovës, qysh ka ardhur deri te gjithë kjo që shpërthej senzacion. Kisha pas dëshirë dhe lus regjin që të dëgjojmë fillimisht projektin origjinal të Relindit dhe kthehemi në studio për të diskutuar dhe për të sqaruar komplet këtë shpërthim të çastit. E dëgjojmë këngën dhe kthehemi në studio. Lutem njëri tjetrit me jamaj dorë. Lutem edhe diellin me na tha lotët. Se s'kena munda na dy. Se fjallë që the, premtimin që dhe u bëhi. Dhe vetën e lash për ty. Edhe malet në dys, ti kam thy. Qaj, për dashni. Që batëm e të dy. Edhe vetën e lash për ty. Relind, kjo është kënga origjinal, qysh lindi fillimisht? Qysh erdhë, sa je i kënaqur, para se me kalu te ajo pjesa tjetër për me diskutu. Kjo këngë është diçka që kam punuar goxha shumë. Okej. Që prej nga teksti, kompozimi, melodia, produksioni, audio, mix mastering, që i kam prodhu krejt vet, që i kam punu krejt vet. Sa i përket klipit është nga ekipi. Vigani, regjine ka bo Profi Elmiri, me teshat është marrë Neshat Loki. I falenderoj gjithë që më kanë ndejt Kanë ndejt afër. Shumë. Edhe çdo detaj, kjo është shi i vërtet, kështu që se ka Gjiru shi? Po, shi i kam gjiru. Edhe shuftoti e ki ftu bashkëpunim Klodianin. Për ata që e din, Klodiani është ky djali, artisti që ka shumë hite. Edhe në pjesën e shumë këngëve që na i dëgjojmë, ndoshta edhe nuk e dim që o Klodiani, po ajo është një prej aty në është një zonë fantastik. Një zonë fantastik. Që shkoj bashkëpunimi me Klodianin? E kisha demon edhe kërkoja që në refren nuk doja ta këndoja unë refrenin. Pse? Doja diçka që jep pak më shumë shpirt se sa unë. Edhe e gjeta Klodin, i shkruajta në Instagram, i thash Klod, kështu o puna, ka mundësi me ma dërgu numrin, të bisedojmë rreth një këngë. Edhe ma dërgoj numrin, okej, tha më shkruaj. E thira thash Klod, qa bon si je, jam Relindi, jam artisti ri nga Tetova, ky. Edhe më ka prit shumë mirë. Edhe pse e vlerësoj shumë si artist. Për mua nuk ka lidhja kush çfarë
është artist, një zë fantastik. Thash ta dërgoj një herë demon, dëgjoje ti. Edhe po flasim. Kur e dëgjoj demon, Klodi tha kjo këngë është, s'kam tha koment. Thash unë të ftoj, thash ti je pjesë e kësaj këngë. A erdhën te top Klodi, a ja dërgova Kur ke puna e incizimit që duhet të incizohet vokali Klodit, shkova në Tiranë te miqtë e mi, te Indri Dodet e 2X Production, i kam miq shumë vite. E thira Klodin, u takon për herë të parë aty, si me njoft shumë vite edhe Klodin. Një kimi fantastike. Patjetër. Klodi ishte me common talk, njëri thjesht me common talk që artist e ka. Okej. Incizuam vokalin edhe kur erdhi puna për videoklipin në Tetov, qëndroj. Klipi u realizoi gjithë në Tetov. Po, i gjithë në Tetov, në për lokacione ndryshme. Që unë nuk i di fix për të marrë regjia dhe Perfekt. ai djalë Vigani që e ka incizuar klipin. Edhe falenderoj Klodin shumë për hapjen e mundësive. Me mundësive. Po. Kanga u dul, u plasu, që shu pret fillimisht. Se po du me marra, kronologjikisht E forta ka qenë që para se me dal kënga unë thash, okej, do postoj veç me refrenin, veç post në TikTok. Okej. Atë shokët e mi, ba thë, qete be mo, qaj to boa, disen, jetu na shku nerva. Që to thash e du, me ju shku nerva. Okej. Që thash kur del kënga, thash, na shkoj nerva, ma, është këngë e bukur. Shkoj diku për 5 ditë, shkoj diku te 400.000 views. Ka shku 400.000 views, versioni original. Original, po. Edhe ndodhe e papritura që... Alban Skenderaj koncertin 4 ditor në Prishtinë. Prishtinë. Ti vendos më ardhë, tregoj e historien tash. Që kjo ka shumë rëndësi. Mikesha ime Klea, Okej. ka ndonte në himjen e koncertit Albanit. Mysafire. Po, Mysafire. Ka bo hapjen. Hapjen. Unë Kleën e njoh prej shkollë të mesme, se ka studiu në Tetov. Edhe thash Klea, thash unë jam i lirë sot, s'kam asnjë punë, thash është dita e fundit, dita e 4. Dita e 4 të Po, koncertit. thash, a ka mundësi të vi unë andaj të dëgjoj ty? Po, hajde, tha të pres. Dhe kur shkova ta dëgjoj Kleën edhe koncertin në Albani, se Albani është një artist shumë i madh. Fantastik. Kur e dëgjosh atë zhurmën e publikut duke i këndu këngët, mu mlindja ideja thash prit. Kënga ime. Kjo po ndodh real time në koncert. Në koncert, po. Okej. Këngën thash unë e kam, refreni është shumë i bukur. Depërton tek njerëzit. Çam duhet mu, thash përveç që duhet apo në këngën në version live, që duket si është live, thash video. Okej. Kom dar anash skenës, tek ato baset që rishin. Edhe vnova telefonin edhe me pa telefonin tim i ka diku te 20 video që veç kom incizu. Okej. Edhe e kom vllahun tim të vogël Fatonin që e përshëndesit çdo herë me te krahu. Okej. Edhe ja dhash videon vllavit, ja dhash edhe audion që i kisha punuar në studio, kishe është live. Se s'kom këndu live unë tek Okej, Albani. nuk i kon të Albani me Safir hesh. Jo. Okej. E bëra, vllau ma rregulloi krejt edhe e postova. Në Do TikTok. të thonë ti ki improvizu komplet se që të storje që ti je pjesë e koncertit Alban Skenderaj. Zhurma mrapa, zonat, Krejt, gjithçka. krejt në studio. Po. Okej. Edhe e postova diku te ora 1 natës tash, edhe pse krejt flejnë, po thash nasht, do e postoj. Ja nisi të shkoj viral. Thash do ndalit diku te 20-30.000 do nalet. Kur qova në mëngjes kish ku 100.000. Në Instagram kish ku 300.000. Okej. Se në Instagram është shumë më rënd të kapësh algoritmin. Absolutisht, algoritmi. Rishi është shumë i shtirë në Instagram. Kur e shoh unë s'ka të ndalur, Ska ndalju. audion duke e përdorë. Edhe pse unë, le që shkonte viral, unë sponsorizim hala shkoja t'i bëja. Okej. Dhe me thonë me mit krejt. Edhe u bë viral video, por kulminacioni këtë tek Big Brother. Para se unë fillimisht, tash ky djalë pas ka performuar të Alban Skenderaj, po pse se Jo, kemi shumica kanë menu që Pse se kemi pa ku shoh, fillova me ty, po bëra edhe pas followersa të rreth që gradualisht çdo ditë. Çka ndodhi? Merrni telefonat prej Shqipërisë. Po, pi Sajmirit të Sajmirit, Big producentit Brother, të Big Brother. producentit që e përshëndesim. Më thirrën tha kënga jote është shumë virale. Edhe të ftojnë, tha, jesh pjesë E spektaklit. e spektaklit, performosh në studion e Big Brother me këngën tënde. Unë se kisha komplet këngë. Do të thonë ti këngën e kishe veç pjesën e refrenit. Veç ato pjesë. Ato pjesë që i 30 ke nxjerrë sekonda në që është po. TikTok. Okej. Po desh me punu tash prej fillim. Sa kishe kohë? Veç një ditë. Një ditë. Po. Nesër më kishe me kohë. Nesrit po. Unë nisja për në Tiranë një natë para. Që t'je më i pushushëm. Po. E punova deri në 7 mëngjes. Okej. Kom punu. Komplet strofat gjithçka.
gjithë shka që është tash në e lansume. Edhe njënat para unë nisa për Big Brother që t'jemi përshushim, që t'nesrit unë t'jem normal që mos dukemi të kaftyra dalë aty si. Edhe në ndodhi një aksident i vogël që u desh me këthi pra Prishtinë. Pse? Pata një ndeshje. Mos. Plasi Sirikes më? Plasi Sirikes, jasni. Plasi Sirikes. Edhe? Mësyshim. Se unë i kam shokët e mi që më kam përkra shumë. E kur herë kjo mundësia e Big Brother, jo se s'mund jam që mos ju tregoj askujt të shkoj të dale dhe të thunë si dole, pse s'tregove. Po thash, t'ju tregoj shokëve të mi, edhe normal, familjarme, që i kam shumë ngusht. Veç aty në askush tjetër se ka ditë. Po ti tash kur gëzohesh për dikon edhe të shesh zemër. Tash nashta që ajo ka konë që ku mbo ndeshje. Mirë që ka Po ndodhur. kryesorja kemi dalë pa gërvishtje. Bravo. Asnjë edhe policia e Shtetit të Shqipërisë, çfarë respekti. Shkove, Performova me pritje fantastike që se harroj kur. Para se me mrin këtë pikë, ti kishe punu jashtëzakonisht shumë. Brenda një viti kishe bo mi 15 këngë, kishe nxjerrë një album. Tregon pak për albumin, që mos ti marr kreditujt me radhë, i kom këtu. Albumi, unë e kom zgjedh me emrin Unity. I pas gjithë janë, Dita Ziberi është nga Tetoba. Fjolla, Agoni, Dale, Indriti, është i Tiranës. Okej. Edhe thash, doja vendoj emrin Unity, Unity. bashkim. Okej. Bashk. Arsyeja pse? Dy arsye ka. Të kem disa zhanre të ndryshme bashk, edhe ta kem shoqërinë time bashk. Okej. Ta kem një kujtim. E i thira krejt tash, do i punoj këngët, ju çka keni për detyrë, ta pranoni të vini te kënga jem, edhe ditot vini të këndoni mirë. Vini me këndoni Kjo më duhet mu, asgjë më shumë. Okej. Ato pranun gjithë. Është një punë shumë që më ka shku goxha shumë me atë album që jam marrë. Sa këngë janë? Dikon 10? 10 janë. 10 këngë, po. Albumin e ditë volum 2-shin e kom nis, po e kom lansu me single. Okej, një nga Me Klejen, edhe disa tjerë që i kam. Albumi nuk ka klipe. Albumi është veç me cover. Veç me cover. Me ka nuk knaqe mas shumë ti, gjatë bashkëpunimit. Se i pash emrat e Dita, e kemi pas mysafire. Me krejt kom kalu shumë bukur, i falenderoj gjithë atë shoqërinë që nuk thanë jo. Se edhe mund të thunë jo, s'du. Absolutisht. Po kënga që e kam dashur më shumë është veç një. Cila? Që e du mas shumë ti, është remake i Fustanin që ta solla mbrëm. Okej. Me një reper shumë i mirë, një djalë shumë i mirë, një artist shumë i mirë, nga Gostivari është, Agoni. Okej. Edhe ai shkruan shumë tekste të bukura. Tash këtë këngë se ka bërë askush remake, pse mos se marr ta bëj unë. E kam në remake edhe Rrugës si trishtuar, edhe ajo është këngë shumë e bukur. Këngë që është edhe himni i tifozërisë Plisave, Prishtinës. Po. E vërtet është. E vërtet. Edhe ajo këngë ka një tekst shumë të mirë, që më pëlqen më shumë. Okej. Se unë mbi gjitha nëse është melodia e bukur, orkestrimi i mirë, edhe tekstin e du të jetë perfekt, s'ka lidhja dhe s'ka nga ajo. Ne doja hapim hakun. Okej. Si shkon ajo është mo fati i Zotit, që e ka shkrujt. Kam edhe këngë para albumit. Patjetër, që i kam disa. Kështu Zoti pas ka dasht, pyet zemrat e kënga magjike, të pres, sa gabime, çam ki bo. E dua të sfidoj veten në lloj zhanre të ndryshme. A je vetë të kështu si gjitha këngëve tuaja, a ja beson dikuj tjetër? 95% po. 95% po. Ku fillove më marrë me muzikë? Unë merrem me muzikë që nga mosha 6 vjeç, po kom fillu nga për mbrëmje dasmak si sende, nga mosha 12 vjeç. Shkoja si fëmijë. Ka një video në YouTube ta tregoj më sane. Do e mbulojmë. Që isha shumë i vogël, tash ai pianisti që ishte ndarsëm, ishte më i madh se unë edhe normal i ka çuar ato pianot lart. E unë tash më mri. Edhe më kam nu do drasa më duket poshtë që më mri edhe bësha muzikë, kom pa diku te 7 vjet. Nice. Edhe personalisht që ja kom nis ka qenë nga mosha 15 vjeç, e hapa një studio, edhe pse kom pa një studio më para, po është studio home studio. Me pjesë na për me printa, me letra që e kom me dasë veve. Nga 15 vjeç fillova në studio të mësova të punoj në studio. Në moshën 19 vjeç e postova këngën, kështu Zoti pas ka dasht. Qëndroj një vjet e hoqa prap, postova prap. Pse? Ajo, do të thonë, e kom bë keq njerëzit se duan. Je kritik i vetës si punës tonë shumë. Je detajist. Shumë detajist, dua perfekt, po edhe pse e di perfekt s'ka. Po mendoj çdo thon, do e bëj maksimumin sa do mundet. Edhe në fund ja lë publikut ta vlerësoj këngën.
Edhe malet një etap, një kapitull i ri që realisht pak artista mund me arrit ka shpejt. Flasim për një javë ditë me shpërthy dhe sot njohin gjithë dhe këngën tonë ngojnë gjithandeje super viral. Tregom çu sheki paramendu, çu sheki orientu, çu sheki du karrierën tonë. E di që kërkesa kemi pas shumë, që për bashkëpunime, kemi pas kërkesa me ju punu këngë njerëzve. Çu sheki orientu, kemi punu vetëm për veten. A kemi besu muzikën e kam pasion. Pasion. Normal që edhe për vete do punojmë, më shumë, po edhe do i bëj këngë edhe artistëve tjerë. Okej. Kur hi në studiu unë mushe me frymë e dashni. Se është diçka që nuk e kom nisë për pare, nuk e kom nisë për të ardhura dhe se parja është diçka që mundësi e mirë për duhet. me investu E prapë. vërtet është. Kështu që nuk do stopoj duke prodhuar këngë edhe për të tjerët, por më shumë edhe për vete. Ma shumë për jetën. Cili ka qenë feedbacku, komenti më i mirë që ke marrë, ose në video që e kanë bo, edhe ty të kalon për shtypja shumë. Që nështë ta e ki bo dhe Ka ripost. shumë video që kom bo edhe ripost, më ka bu shumë dashni, se thëmë, okej, diçka që e kam ndëru, ertë momenti ta kthej, ta kem në kujtim dhe me thonë. Okej. Nuk kam bet veç ëndër. Komenti më i mirë është kur e kam lexuar ka thonë, ku je me ko, na duhet një artist si ti, se ka pa çdo artisti në fillim e ka ato mërzjet e vetë, si depresione. E thotë, ndoshta publiku s'më ndoshta nuk jam i mik pritur ndaj publikut, por tash e pash që të gjej veten, publiku edhe ndoshta ka një hapësirë që të gjej këngët e mia. është ardhur një kohë e këngëtarëve artistave që kënojnë mirë live, të muzikës pop, muzikës artuse, me listuja 4-5, e kemi Yllin, Alban Skendera, Elgi Doda, një hapësinë e mirë për juve që performoni. A ki mendu me performu me band, me qenë më aktiv në për koncerte, me bona i pita, që ki me nëzirë gjatë. Qështë e ki planifiku ardhmën tonë, Erilind? Unë dua të arrijë që të bëj koncerte. Do të thonë nuk flas për te puna e pare, se mund shkosh edhe veç në për është puna e emocionit dhe klube, ndjesisë. edhe veç pare me marë. Okej. Ëndra ime është këndojna për koncerte, të bëj këngë të mira, edhe di që di koncerte në vjetë të bëj, shembull, Okej. as klube, as mbrëmje, ëndra ime që është. Okej. Po të di koncertet, 2 po 2, a? 2 po 2. 2 po 2. A të kam pëtu për në e bashkëpunim, në e këngëtar? Tash A ja ki besu krejt punën menaxhmentit të ri? menaxhmentit Benit ja kom besu, Okej. që është një mik shumë i mirë, Djalë fantastik, vetë. djalë fantastik, edhe një punëtor jashtëzakonshëm, producent shumë i mirë. Fantastik. Është Kreativ, autori i mos hitit bisedojmë. Po, është autori i hitit më të madh të Tajnës, CI. CI. Që është internacional. Internacional pas shku. Kështu që ka kënë ndurë të mira, ndurë të sigurt. Po. A keni mendu me sjell një album? A do me plasu në e këngë shumë shpejt? Mendoj shumë këngë të bëj posten, po për album jo tash, derisa të vi një kohë që dhe them po, do duhet album, edhe ndoshta mas albumit vi ajo që e dëshiroj. A ti dëgjojmë pak në e këngë tonë për regjinë, se lusë regjinë mi dëgju dhe të flasim pak për natyrën e punës dhe për ngjyrën dhe gjithçka tjetër. Lusim regjinë, po ja lojmë ndo regjisë, cilën dush këngë nga rinimi, se cila më e mirë se tjetra. E dëgjojmë edhe kthehemi në studio. Të lutem ti mos bje dashni me mu, nëse s'ti jap krejt qa ki kërku, s'po du me t'lëndu, me t'gënjy, me besu, kjo dashni unë dhe ti. Unë është me thonë që zmon ti mu, unë është me thonë pa mu ki me jetu. Ani e di që donë me m'pas po, lutem ti mos bje dashni me mu, nëse s'ti apre qa ki kërku, s'po du me t'lëndu, me t'gënjy, me besu, kjo dashni unë dhe ti. Në më këtë këtë pjesë të albumeve projekteve që ke bo. Që kalove në qëtë këngë. E po është një klip i thjeshtë, më da? Po,
Kënga Dashuri që është me Leon, është një këngë pozitive, Okej. që mund këto çiftet që martohen në dance ta marrin, edhe pse kanë nis. Apo shej, kam me nuk krejt, pa? Se me kon pjesë edhe në dasma dhe në koncert, jo mirë, po më pëlqen. Thash, dua të sfidoj veten në çdo lloj zhanri. Kjo këngë është shumë muzikale, me detaje, çdo detaj përpikt, që edhe pse është stil pak jashtë, nuk është si të në shqiptarët. Edhe kjo këngë është shumë e bukur, Absolutisht. me korr, Këngë t'i kitë bukra, Relient. Pavarësisht që s'kemi njohë, po këngë t'i ki, jashtëzakonisht punu me mirë. Shumë faleminderit. Shpresoj që të kthehen dëgjuesit të shohin se çfarë kam punu, se mendojnë që kam vdes vetëm me një këngë. Nuk është e vërtet. A cila prej këngëve u rikthye dhe ka filluar më pëlqy prej shpërtimit që ke pas për malet? Fustanin që ta solla mbrëmse, Ledioni më dërgoi ta këndoj këtë. Okej, do të thotë ajo ka marrë Po. hakun që i Edhe duhet. besoj se tash po hecin edhe këngë tjera Këngë nga tjera, dalë, po gradualisht. duke postu tash një këngë tjetër, nëse shkon viral, ato duke parë historinë time që nuk janë kot ato vitet, ato net pa gjumë, ato mundet. Sakrificë. Ajo lodhja e madhe, sakrifica. Relient, çfarë lidhje ke me Tetovën? Qysh ndihesh kur shkon Tetovë? Kur shkojnë Tetov, ndjehem si... A di si është dallimi, anglisht e përdorshin, e thojnë house and home. Home, po. O shpirtërore, You home. can buy a house but not a home. Ja. Pikërisht. Unë më mbledhe këtu shtëpi, është tjetë e Po, imja, nuk po mundesh. kur shkoj atje, e ndjej prej brenda si jam shumë rehat, se Muri Rampi është në vend vetë, po Relient. e vërtet, edhe pse krejt, edhe këtu jam si shtëpitem Absolutisht që normal. po. Tregom emocionet që t'i japin në Tetovë, tash komentet, çfarë po thojnë? Është shumë Se jeni komente. një komunitet, isha në Tetovë për një rast, isha ka një muj, edhe pas që jeni një qytet që jeni shumë të lidhur njëri me tjetrin, keni vërtet shumë është. harmoni. Par komente po merr prej njerëzve, prej shokëve, prej Komente kanë tetovarëve. qenë që të kemi thonë që lodhja jote do të vinë një Do të ditë vinë edhe një ditë. publiku do e shoh kush je. Shpresoj që jo vetë tetovarët, njerë familjen tim, tetovarët, edhe çdo kënd ta bëj krenar, Kujt të faleminderit? familjes. Familjes. Të parën familjes. Faleminderit, normal Zoti është. Faleminderit Zotit që çdo mundësi, hap, risk ma ka dhonë Për me punu. për me punu. Faleminderit familjes tim për mbështetjen që kur nuk ka hezituar me më thonë stop se nuk shkon. Veç puno. Është e jotja ti e do, veç mbaje. Shoqënisë që çdo herë kom shku nerva shumë aty. Apo, O, Zot, a je tip kërkus që s'nalesh? i shumë. Apo? Po, edhe jam as i tipi pak njerë që i lov masdore se në fund du krejt me i bo. Kur vim puna e klipeve, Leo veçërisht më thëke, pse more i le në fund? Pse në fund? Pse në fund? Unë krejt në fund i thiri. Si kom thirë shemu të thonë 3 ditë para, ej, të hanën, Okej. e kom klipin, do t'i bëjmë këto. Unë i thiri të hanën. Hajdi sot, po ka e gjeme more sot me në thirë. Relient, s'po du me të marrë ma shumë kohë, pa da qef me kalu në gjitha pjesa, në copë zani puzzle me intervistën që përshvillojmë, por oraj që keme konë prapë në emisionin tonë. Ftesën dhe për mirë për klipin kohën. që ma ke dhënë. Merci, merci. Mishtë të mitë të dashur, jemi me rubrikën 7 dhe kam kënaqësinë e veçantë që sonte të ftuar në studio t'ja kemi një tjetër personazh. Për herë të parë në studio na vjen Besnik Grajshevci. Është nga ato personazhet që e njohim dhe na ka përcjell prej viteve me vallet, me asambljen e muzikës dhe valleve të grupit Shota. Gjithashtu është magjister i koreografisë, pos tjerash është edhe pedagog. Një personazh me cilin do të flasim për shumë çka, pasi që përvoja e tij në artin ton ka lënë gjurmë dhe shumë vepra e punë. Besnik, faleminderit për kohën. Mirë se gjeta. Po nisim qysh filloi viti 2026. Viti 2026 filloi aty ku e lam 2025. Okej. Edhe në kushte normale kështu duhet të jetë çdo proces i punës apo i jetës. Normal me vullnet dhe energji për të filluar projekte të reja, plane të reja. Është natyrshëm që çdo mbyllje vitit përkufizon mbylljen e çdo plani të caktuar, edhe pse jo gjithherë mujna me përmbyll planet si menojna, po në tanësi e realizueshme mirë.
Po, në përgatitjet e planeve për 2026, qoftë ato ku jam pjesëtar në shërbim në ansamblin Këngëve dhe Vallëve Shota, për planet dhe detyrat e mia, qoftë për tek kësaj si pedagog vallëzimi, si koreograf, apo si menaxher i projekteve ndryshme që kemi para vetës. Besnik, je solisti i parë i ansamblit dhe Vallëve Shota. Po, në ansambli Shota unë jam prej vitit 1999. 99. I regrutum dhe i pranum si profesionist në këtë institucion. Ma herët kam qenë para luftës në ansamblin e qytetit të Prishtinës Bajram Surri, ku aty kom pas fillat e para. Edhe me kalimin e kohës, mas një une me shumë përkushtim, mas fillimit të krijimit të imazhit tem, mas besueshmërisë roleve dhe përgjegjësive që fillon më besu koreografë të ndryshëm të koreografive dhe veprave që në repertoarin koreografik i kemi, arrita deri te epiteti ose përgjegjësia shtesë si solist i parë i ansamblit Shota. Je pikërisht dhe je, nëse muj me përkufizu saktë, je ai profili, personazhi që e karakterizon dhe e pasqyron mas mirti një epik shqiptar. Me thonë, paraqitja juaj flet shumë. Sa e vështirë me ndërtu këtë. Me thonë të drejtën, lufta jam kryesore, ose me thonë misioni jemi, krahas detyrës që kom pas, ka qenë gjithmonë arritja e kontributit tem, si qenie që jemi, qoftë në aspektin vizdev, qoftë në aspektin emocional, qoftë në gjitha aspektet që i ka një interpretues skenik, mi plotësu, që me dharrit këtë mesazh që ju sapo e thatë. Dhe kjo është e dëshmuar në shumë skena ndërkombëtare. Për vendin tonë, mrena Kosovës, nuk jem të flasim për arsye se çdo qytetar e vlerëson dhe duhet të ketë këtë arritje dhe këtë punë, këtë vlerë, këtë imazh që e mbajmë me përgjegjësi të plot. Mirë po është e rëndësishme edhe në arena ndërkombëtare. Domethënë, kur njerëz të fushës, pavarësisht që janë komsi tjera, mirë po që janë të fushës, ata dinë për të vlerësu, për bë dallimin e kulturave dhe popujve, imazheve, karaktereve, dhe shumë herë, mbas gjitha sukseseve në skenë që i kemi pas, normal kuptohet përmes interpretime dhe prezentime ansamblit Shota, ku unë jam pjesëtare në trup, ma kanë uru të më thonë me këtë epitet, dhe më thonë në skenë ke tregu një burr shqiptar, si kemi marrë informata. Prej vitësh, prej dekadash me thonë ma saktë që t'jem sa ma konqiz, ke qenë edhe frymëzim për gjeneratat e reja. Doze përgjithësisë apo edhe e ki marrë si të mirë qenë? Normal që doze përgjithësisë. Edhe kështu mendoj që duhet secili person, individ, çdo njeri, në ato ku vepron dhe punon, përpos arritjeve të veta dhe edukimit vet që e ka. Se na jemi nxënës kësaj bote, kësaj jete dhe profesionit tonë sa të rënojna. Domethënë kur nuk e arrin ato që nuk ka limit. Krahas kësaj arritjeve të veta, normal që duhet edhe me u bë shembull për të tjerët. Nga njëherë nuk ka nevojë me fol, as me thonë, as gja, vetë dukja jote dhe vetë interpretimi jot, e sidomos kjo arti jonë që ne kemi artin skenik në bazë lëvizjeve që fol shumë, është i dëshmuar, është i pranuar, domethënë që për mua shumë krenari dhe sa përgjegjësi dhe krenari, që tani ma në brezat e ri, prej fëmijëve shumë të vegjël deri te brezat edhe të shtyr, domethënë kam fjalë të mira edhe jam si model i punës. Sidomos për atë jam frymëzim i të rinjve, nuk është lehtë me thonë për vete fjalë të tilla, por edhe duhet të themi nga njëherë se me dalë jashtë modestisë, është e nevojshme në momente kur diskutojmë si në rastin tani që po bisedojmë, për arsye se nuk ka më mirë që ti me punën tënde, këtë raston me punën tëm, me kanë shembull për të tjerët. Domethënë kjo tani më është e dëshmuar në çdo institucion, qoftë niveleve profesionale, amatore, brenda Kosovës, në mërgatën tonë të dashur, që më kontaktojnë, më shënojnë, kërkojnë sugjerime, tregojnë që jemi frymëzim për ta, na përcjellin çdo hap, çdo lëvizje, çdo mimik tonë të fytyrës, karakter. Dhe kjo nuk është çudi për mua, se këtë rrugë kam ndjek edhe vet. Po punojnë atë kjo pjesë. Formimi jot akademik nisë ti ke përfunduar shkencat e sportit.
Po, Fakulteti i kulturës fizike. po, Qysh? unë dy nivellet e studimeve i kam nivelin e parë dhe të dytë, i kam që ndërlidhet me profesionin tem. Okej. Edhe jam mundu për veten tem, krahas arritshmërisë në skenë edhe punës personale që kam përvojës, të jem edhe i graduar me informatat që më nevojiten. Okej. Pra, ti e the shumë mirë, unë kam mbaruar në 2016 studimet në bachelor të shkenca sportive dhe edukimi fizik, ku atu kam pas rastin të bashkëpunoj shumë afër me, nëse më lejohet, Po, patjetër. nënën tuaj që ka qenë referente Më- në atë institucion publik dhe jam shumë mirënjohës ndaj saj, se ka qenë shumë e kujdesshme për gjithë studentët. Dhe unë ja kam pa hajrin një fjalës saj që momentin kur kam dashur më tërheq nga studimet, më ka motivu dhe nuk më ka leju më dorëzu. Mi tërheq dokumentat. Po, mi tërheq Okej. dokumentat për arsye se mu kërkonin në institucionin ku punoj dhe shkova mi tërheq pa idenë që pas lufta ka qenë e vështirë, se ndoshta po ndroj temë pak, po u nxite me thonë këtë detaj. Është dashur me punu shumë, jashtë punës në sa në shota 2-3 puna tjera për me mbijetu, kemi qenë si çdo qytetar tjerë të djegun të shkatruar nga pasojat e luftës dhe nuk kisha idenë me mendu për studime. Okej. Dhe ajo ka qenë, nana ju i ka qenë motivuese që mos ndërprej, mos u shregjistro. Vazhdoj se vjen një moment kur kemi qenë më lirë dhe i mbaron. Dhe ashtu ndodhi. Do të thonë u ktheva, i mbarova studimet me sukses edhe për 4 vite dhe pas përfundimit të këtij fakultetit që më ka ndihmuar shumë në përgatitjen tem si instruktor i edukimit fizik dhe sportit, edhe lidhet me profesionin që kam. Fillova me që në Kosovë është e pamundur, shkova u regjistrova në nivelin e 2 të studimeve master në koreografi dhe mësuesi në Fakultetin e Arteve të Bukura në Tiranë. Në Tiranë. Dhe kam mbaruar në 2019 i diplomuar në këtë fushë. Janë 10 pyetje në vazo, 7 prej tyre kemi tërheq me përgjithshme, profesionale, kështu që me sinqeritetin që të karakterizon, let's go Besnik. Ua për ty? Hajde për ai koft. Po besoj që kemi bërë pyetje të mira. Çfarë po thot? Nëse sot do t'ju vinte një i ri dhe do t'ju thoshte, dua të merrem me valle popullore, cila do ishte këshilla juaj e parë? Okej. Pi referona bisedës paraprake, na jemi të misionarë kësaj pune dhe këshillat e tona do të ishin që po, gjithsesi dhe kam kënaqësinë që po kam mundësi edhe po dëgjoj një të ri që mirret me vallën popullore. Normal, çdo formë mundësi që kam t'i ofroj edukimit tim, me kënaqësi më të madhe, por si profil institucional, unë mund të themi që janë duket në sy shumë bukur, shumë mirë, se gjithmonë jemi të buzëqeshur, por sinqerisht është profesion shumë i vështirë. Edhe i lodhshëm besoj. I lodhshëm emocionalisht, psikologjikisht, për arsye se na çdo shkelje jona në skenë, po edhe gjatë provave, kemi të bëjmë me gjithë qenjen tonë. Nuk kemi shërbim civil, nuk kemi mekanizma. Jemi që duhet gjithë qenjen tonë me dhanë, mu transformu emocionalisht. Përndryshe nuk arrihet mesazhi, Nuk përcjellet, nuk përcjellet mesazhi. Për këtë arsye, po jam i gatshëm me dhanë informata dimese me kënaqësinë më të madhe. Pyetja e dytë. Çfarë po thot? Ju ka ndodhur ndonjë situatë interesante ose gazmore gjatë provave apo gjatë një koncerti live që e mbani mend edhe sot? A ka pas në rast kur jeni habit? Po, 100% po, sa dush. Ndaj në një rast një meç. Po tregoj ty, po mos i tregoj asnjë. Ja, kur kujt? Mos i tregoj asnjë. Kur kujt? Po, kemi raste të shumta. Okej. Por përvoja skenike arrin nivelin që ti me bë gabimin, me bë lëshimin dhe me mbulu artistikisht. Okej. Shumë herë kum pa veten të inskenu skena që s'janë të vallës, janë të koreografisë, por që rrethonat më kanë imponu që me bë veprim. Se
kuptohet, mungojnë kushtet teknike, mungojnë hapësirat, nuk i hapësirë të kufizume, e në veçantin tem si interpretus kam qef me pas hapësirë që me marrë frim lërshëm, me shtri lëvizjen tem deri ku flet lëvizja, e shumë herë na duhet me shkel mikrofona, me kalu mikrofonën dhe për me theksu një gjatë të tillë, po, na ka ndodhur që i kom dhënë nuk e kom arrit me menaxhu hapësirën ose distancën mjaftueshëm në skenë, dhe i kom dhënë rrshitjes në gjoj, e kom zera shpirtin tem artistik, edhe e kam ra poshtë skenës, fatmirësisht jo i lëndu, po, që kam kriju dhe më thonë edhe tension, edhe buzëqeshje, edhe po, një moment, po ka disa momente. Fantastike, pyetja e tretë. Sa punë dhe disiplinë fshihet pas një performance 10 minutëshe që publiku e sheh në skenë. Po. Kjo është shumë pyetje po m'pëlqejka. Se po lidhet me ato që vetë sa thash, se njerëz na shohin neve 10 minuta, shumë u kënaqën, artohen, buzëqeshur, pavarësisht edhe nëse është koreografia që jemi në karakter epik edhe jemi në karakter, prapë e shohin atë bukurën. Dhe prapaskenët dhe vështërsitë e prapaskenave janë aq të shumta, sot që publiku nuk i merr vesh. Mund në të shumë t'i kuptaj se çdo punë ka vështërsitë e veta. Po për shembull aspekti i kushteve prapaskenës ndikon shumë. Provave të shumta, të lodhshme, të mundimshme pavarësisht temperaturave, qoftë dimër, qoftë verë. Mos flas për kushtet specifike, profesionale, nuk ka ndryshime adekuat, nuk janë. Krejt këto janë ngarkesa që një artist që ka me interpretu nuk duhet mi pas. Nuk duhet mi pas. Dhe më e vështira që du ta them publikisht, me që jena në emision që duhet mi dhanë za gjanave. Absolutisht. Aspektin profesional, më e vështira është që ti dush me ka në skenë për 10 minuta me interpretu valën që e ki, qoftë lirik apo epik, mirë po 10 minuta ose gjysore ose 1 orë para shfaqjes, dikush prej menaxhmentit ka ardhur, ka qit, ka dekoncentru me një kërkesë, me një sugjerim, me një kutadione, ose kushdo, një person që ty të ka nxjerrë nga koncentrimi, psikologjia jote, ka shpërqendru dhe të ka demotivu. Artisti, dhe më thonë, nuk duhet të pengohet në proces punës. Duhet të respektohet për arsye se ka me shtinë në funksion gjithë qenin e vetë. Unë e tha me përgjithësi plot, me që jam si solist i parë dhe gjithmonë më ka bara me pas rolet e rana në skenë, me përgjithësi. Mi pri. Rolin e Skënderbeut, 2018, në viti kalendare ka qenë, rolin e Adem Jasharit, që është Lulët e Marsit, dhe të tjera, unë koncentrohem dhe futëm në rol. Kam dëshirë të transformohem me gjithë qenën tem dhe tani atë ndjesi. Dhe në momentet të tilla, këto vështërsi kur na bin neve në supet tona, do më thonë ta zbe punën, dëmtohet procesi punës, sa do që nështë publiku nuk e merr vesh. Nuk e merr vesh. Po këto janë vështërsitë që publiku nuk e din. Ose, nëse nuk zgjatem në këtë përgjigje, kum pas të rast që publikut nuk i intereson gjendja emocionale e jotja, e interpretuesit. Edhe unë për shembull kum pas rast vdekje, kum thonë edhe në emisione të tjera, ndoshta përsëritem, që më ka vdek Axha, e kemi kryer ceremoninë e varrimit, e kemi përfunduar, ja kemi dhënë përshëndetjen e fundit, dhe gjithë kolegët unë ka prit në autobus, kam hyrë në autobus, kam shku e kam marrë shfaqjen, i buzëqeshur, me atë sa më ka leju skena, po ndjesinë tem brendshme e dijon. Por nuk kam leju që publiku të kuptoj shqetësimin tem, sepse publiku është për të pa atë artën që na e japim. Si interpretu skena përgjithësi të madhe. Absolutisht, besnik për hir të kohës, po shkojmë pak me përgjigjen. Okej, ma të shkurta. Me kënaqësi, po nga njerë minutazha na kufizon. Pyetja 4, çfarë po thotë? Si shihni rolin e ansamblit Shota sot në kohën e teknologjisë dhe muzikës moderne?
rolin. Ansambli Shota, gjithmonë roli Ansambli Shota ka qenë i rëndësishëm. Social. Normal tani në periudhën kohore, ku jemi, është gjithmonë ka pengesa dhe tendenca me u dëmtu kjo peshë dhe ky rol. Por fal vëmendjes institucionale, shtetit të Republikës Kosovës, për këtë institucion si aseti, pasuria më e madhe e këtij vendi, dhe vullnetit të madh të artistëve që japin kontribut, ende jemi të majtë shumë institucion të rëndësishëm dhe pe theksoj këto se duhet të theksoj, dhe kemi arrit me fuqizu rëndësinë e këtij institucioni, mos them treni fundit i kohës tonë, që kemi filluar një pilot projekt mes Ministrisë së Arsimit dhe edhe Ministrisë Kulturës përmes Ansamblit Shota me bë artin në përshkolla, që po shkojmë në përshkollat e niveleve të ulta, në formacione të shkurta, valltar, këngëtar, orkestër, dhe japim program edukativ, ju spjegojmë, performojmë dhe atu kemi pa që kjo formë ka arrit me nxall dëshirën e fëmijëve për kulturën dhe traditën tonë. Pra që e garanton edhe Ansambli Shota Me pasje gjatësi. me pasje gjatësi. Pyetja e 5. Çfarë po thotë? Sa rëndësi ka pasur mbështetja e familjes në rrugën tuaj, artistike kuptohet, dhe cili moment me ta ju ka mbetur më i veçantë? Shumë shpesh larg familjes. Po, gjithherë. Gjithherë. Po, mu ka përcjell në fat i dy fish i ngarkum ose i lehtë. Okej. Se që ashtu e kam fatin, mes të vështirës dhe të... që jam shumë krenar për këtë pjesë të jetës. Unë në institucion ku punoj jam me gjithë bashkëshorten. Sa mirë. Do më thonë, e mira, që mirëkuptimi, mbështetja gjithmonë ka qenë reciproke, se kemi ditë, kemi njoftë, ato jemi njoftu dhe kemi bërë rrugtimin bashkë. Por, e vështira, ka qenë që shumë dëm i kemi bë familjes në mungesat e tona, që fëmijëve që janë deri në rritjen e tyne, mungesa kohëve të gjata, edhe organizimit të familjes të pjesën që përgjithësisht që ata kanë. Pra, po, jam shumë i lumtur që familja jam në tanësi na kanë mbështetur dhe na kanë suportuar që na me kanë të plotësuar në detyrat e tona ndaj kësaj që kemi. Fantastike. Pyetja e 6 e parafundit. Hajde. Me përvojën dhe mjeshtrinë që sillen në çdo lëvizje, çfarë mendoni se i mungon sot skenës son folklorike? Ka diçka që i mungon? Tani, ne jemi rritë më thonë të pa personalitete, ikona të figurave të ndryshme, jo vetëm të vallëzimit, po edhe të fushave tjera. Po flas për dedikona për artin. Po mungon diçka, nëse mund ta them, nëse ka gjana që duhet të themi. Për shembull, një artist që ka peshë madhe në një institucion apo në një vend dhe jep shumë për institucionin, normal që ai paguhet, normal që ai stimulohet për institucionin, po nuk ka vlerë që pagun peshën dhe ndikimin e atij personaliteti në audiencë dhe për institucionin. Referohem disa artistëve të mëdhej, si Smet Bogujevci, si emra të ndryshëm, të cilët ju largu nga kjo fushë, nga kjo jetë, dhe ka mungu respekti, vedia dhe dekreti për këta njerëz që sa kanë qenë prezent me ju bani shpërblim kuptimin e mirëfillt, që mundi spaku në një periudhë të caktuar sa jemi prezent në këtë botë, i vlefshëm për ato që ke bë. Zakonisht i dojmë njerëz kur ndrojmë. Kjo është e dhëmshme për arsye se gjithmonë po bëhemi të rëndësishëm. Le të kuptohem si të kuptohem, unë e tham ndjesinë që e kam, që mbrapa kur nuk jemi prezent. Fjalë më të mira, kujtimet, vazhdueshme, por kur jemi prezent, sikur mungon kjo gjë.
E na kanë ikë shumë artistë të mëdhaj, që i ka dhënë shumë skenës artistike, që nuk e kanë gëzu, vetë ata nuk e kanë gëzu, se sot na gëzojnë mirënjohjen e tyre dhe japim, por vetë personaliteti nuk e ka gëzu ato që duhet ta gëzoj. Pra unë mendoj që kjo i mungon vendit tonë, që duhet të ketë kujdes këtë drejtim, domethënë për njerëz të cilët kontribuojnë këtë fushë, me gjithë modalitet, formë që me bashkënda gëzimin, fesën, suksesin, dhe jo vetëm me dhanë, por edhe me marrë. Fantastike, pyetja e fundit, Besnik. Hajde. Çfarë po na thot? Cili është mesazhi kryesor që përpiqeni t'ia përcjellni publikut përmes vallës dhe këngëve tona burimore? Domethënë, u lidh mesazhi me pyetjen e fundit si mesazh. E bukur e artit ton në institucionet që është arti përpunuar, është arti stilizuar, po mbi baza të rrugës së etnisë tonë, është mesazhi që ta njohim sa më shumë etnin tonë, veten tonë, për me ditë me respektu të tjerët. Nëse na nuk dim ta njohim veten tonë, nëse na nuk dim ta vlerësojmë veten tonë, se kush jemi, me përshkru shqiptarin në gjitha aspektet, në qovë në trashëgimin shpirtërore, materiale, ato materiale, e të rritë, të gjitha, atëherë na nuk dim se si të bëjmë krahasimin me të tjerët. Na nuk dim si të respektojmë kulturat e popujve të tjerë. Atëherë, duhet ta njohim veten sa më shumë. Sa më shumë që të jemi rahat me veten tonë, për t'i dhënë respektin të tjerëve. Andaj unë bëj thirrje gjithë rinis, kudo që jetani, nuk është më rëndësi, bota është e vogël. Mërgata jonë jeton gjithandej. Jemi bashkë shumë faktor për shoqërinë, njerëzimin, kudo, përmes artit, kryesisht dhe sportit. Por ato ku jetoni, ndjeni shqiptar, hani buk shqip, mendoni shqip dhe folni shqip. Besnik Rajqevci, faleminderit shumë për kohën. Respekt, faleminderit shumë. Edhe David gjitha këto informata për shikues tanë. Faleminderit shumë për kohën. Kënaqësi edhe juna. Miq të dashur, jemi në minutat e fundit, erdhëm në fund realisht emisionit tonë, po urojmë që rinda të nashur me që kemi përgatit, e ne lëm ta kemë javës tjetër në të njëjtin termin, e shtun ora 20:10 minuta. Vazhdoni qëndrani me programet e Radio Televizionit Kosovës. Natën e mirë.